Salatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit, të falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin me dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu Zot, na dhuro dije dobishme, na mundso vepra të mira, na furnizo Allah me furnizim të pastër dhe halal. O Allahu Zot, na njeh me të vërtetën dhe na bëj ndjekës të vërtetës mbasi ta njohim. O Allahu Zot, na njeh me të pavërtetën dhe na largo prej saj mbasi ta njohim. O Allahu Zot, bëj dinë që ne marrim dhe japim argument për ne, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne, jo dëshmi kundra nesh, ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit. A ditë ku nuk bën dobi as pasuria as pasardhësit, vetëm se kush i vjen Allahut me zemër të pastër dhe të shëndetshme. Atëherë po e filloj me pyetjet, të cilat janë të regjistruara, nëse ka ndonjë vëlla pyetje ose motër, mund ta sjelli, siç e ka bërë ky vëllai. Thot pyetja e parë, nëse një motër besimtare është me të përmuajshme dhe pastrohet në punë dhe atje nuk ka mundësi të bëjë gusl, pra larje të përgjithshme. Atëherë si bëhet për namazet që mund të iken, merr tejemum. Merr tejemum, në këtë rast konsiderohet e arsyetuar përveç namazit të fundit që mund të kapi në shtëpi. Në këtë rast mund bashkohet akshami me Yacin në shtëpi. Kështu që drekën për shembull dhe ikindin e fal atje, ndërsa akshami dhe Yacin kur të kthehet. Nëse është kohë namazit që mund t'i përfshijë të dyja, i bashkon kur të vi. Për shembull, puna nis në orën 7 dhe mbaron për shembull le të themi në orën 3. Dhe faktikisht akshami futet në 4:30, për shembull. Atëherë në këtë rast i bashkon drekën dhe ikindin ke shtëpia, s'ka nevojë për tejemum. Ama nëse thot për shembull, unë kthehem në shtëpi në orën 6 dhe dreka dhe ikindia ikin, ndërsa akshami dhe Yacini i kap ke shtëpia, njëon apo të dyja, atëherë themi këto që ikin, i fal me tejemum. Ndërsa të tjerat i fal me gusl ke shtëpia. A është e vërtetë se kur lind fëmia duhet me la çdo ditë për 40 ditë? Me fe s'ekziston. Se çfarë është më e mira për shëndetin e fëmisë, si duhet më e mira për lëkurën e tij, kjo është çështje pastaj që i takon pediatrisë ose mjekëve specialistë. Për shembull, kam pasur në kohët e mëparshme, e lajshin fëmin për ditë dhe te uji i ngrohtë i hidhshin nga i kokë rrvezë. Dhe normalisht dihet që veza ka proteina, ka vitaminën E etj. Dhe e lajshin fëmin në mënyrë që lëkura e fëmisë të ushqehet, nuk ka asnjë problemi. Por me fe nuk ka lidhje, me fe nuk është se ka lidhje, pra feja e ka lënë këtë çështje në atë që është më e mira që vërtetohet se çfarë është më e mira veprohet. Punoj si pastrues dhomash në hotel dhe pastroj banjët, gjithashtu mirë pa jam bërë me shumë vezvese në lidhje me pastërtinë e rrobave. A mjafton uji që unë i pastroj apo si duhet ja bëj sepse kam edhe problemin e namazit? Asgjë hiç, stresit zero. Ka asnjë lloj problemi. Asnjë lloj problemi nuk ka. Gjithmonë ta keni si rregull, boni të kundërtën e vezveseve. Kur vin këto fiksimet, boni të kundërtën. Kështu që s'ka gjë pse njeriu pastron banjët, si thot tu apo hotelet e tjera, edhe mund të piklohet pak e tjerë, s'ka problem. Sheriati, feja e Zotit, e ka ditë që njeriu gjatë pastrimit mund të ketë dhe problematika të tilla, asnjëherë nuk i ka trajtuar. Mos trajtimi, çfarë është? Harres apo lehtësim? Lehtësim. Ky problemi që kanë për shumë të rit, kur dalin në banjë, që u pikon i çike ku dëgjon etj. A ka qenë problem dhe atëhershëm? Ka qenë. Ky problemi i ciklimit të ujit, urinës kur del njeriu në banjë, është problem që ka lindur sot apo ka qenë atëherë? Për këtë arsye unë gjithmonë them mos më bëj njeriu me vezvese. Le të pikojmë, valla, nuk ka asnjë problem. Po më duket sikur del diçka, le të dalin, nuk ka asnjë problem. Pra feja e Zotit, këtë gjë nuk është se është diçka që ka lind këto kohë dhe o burrat gjejmë çfarë përgjigje. Është si puna e ushqimit që mbetet mas iftarit në gojë. E çelti me hurma për shembull? Apo jo? Dhe ngel diçka në gojë. Ti në namaz mund për ty bësh diçka. Prishet namazi?
Jo, po mirë, ne e dim shumë mirë që një nga gjërat që e prish namazin është hash namaz. Po kjo s'është e hongme. Kjo nuk është e ngrënë në namaz. Edhe kjo puna e ciklimit, puna e mraj pike, mu bon mbathjet pis, gjitha këto duhet me i kalu. Sepse i bjerë njeriu me pas vetëm për veten e tij një lavatriçe në ditë. Se ka thonë feja këtë gjë. Argumenti më i fortë për këtë që unë po them është hadithi i saktë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urinuar në këmbë. Thënia dhe transmetimi i saktë që ka urinuar në këmbë, si mund të urinojë njeriu në këmbë vëllezër? Pa ciklu. Ma thuj. Është e pamundur. Qartë? Pra do të thotë që ka tolerancë situata. Jo po ka thotë ai ka urinu në një grumbull dheu, po pse e zgjidh ai vendin? Si ti qelloj, ja këtu i pas ka qellu grumbull dheu, po me i vend tjetër ku i ka qellu ferr apo i ka qellu gur për shemb. Pas, domethënë ngarkesa e madhe e bën situatën nganjëherë edhe të pa logjikshme faktikisht. Po mira, ai hadithi që thotë më shumë ti që njerëzit dënohen në varr në dy gjona. Një, thashë themet, mbartja e fjalëve thashë themet, dy, mos pastrimi në banjë, mos pastrimi kur janë kushtet dhe mundësitë. Thot mos pastrimi, nuk thot ndjekja e ciklave, ndjekja e avullit. Kështu që duhet me qenë më tolerant njeriu në këtë pjesë. A lejohet kur të hynë dreka, për shembull, thirrjet e zanë në orën 12. A mund të falemi derisa thirrjet namazi i këndis? Po. Koha e një namazi është nga fillimi deri në fund. Interari i kohës është nga fillimi deri në fund. Për shembull, nëse dreka hyn 12 dhe ikindia hyn, për shembull, le të themi në orën 3, ti mund ta falësh drekën nga ora 12 deri në orën 3. Më mirë është ta falësh sa më afër orës 12, po nëse shtyhet, s'ka problem. Nita, pra kam ngju, se me flok të lagta s'bën më u falë. A është e vërtet? Jo, s'është e vërtet. Me flok të lagta, me flok të thata, me flok me xhel, me flok pa xhel, me flok me keratin, me flok pa keratin, bën më u falë. Këta janë muhabete prallash. Jam një djalë i martuar, mirë po dikur kam dashuruar një vajzë tjetër, po për shkaqe të ndryshme nuk martova me atë dhe jam martuar me këtë tjetrën. Dhe kemi qenë shokë dhe miq, por unë kam lutur Allahun të na bashkojnë në xhenet. A është ndaluar kjo lutje sepse është martuar diku tjetër? Kjo quhet lutje bosh, harxhim frymë kot. Ti je martu, ajo është martu, ti thua Allah na bashkon në xhenet. Ajo do të bashkohet me burrin e vet, e ti do të bashkohesh me gruan tate. Nëse asaj vdes burri, e pastaj martohet me ty, është muhabet tjetër. Unë jam nga Shkupi dhe më është ofruar një vend punë në fabrik pronësi disa të muajve që merret me kultivimin e kanabisit për arsye mjekësore. A lejohet punohet? Përderisa është për arsye mjekësore, mendoj se ka tolerancë. Përderisa është për arsye mjekësore dhe mjekimi ka tolerancë, megjithatë sido qoftë puna, është mirë që vëllezërit e vendeve të ndryshme të pyesin hoxhallarët e vendeve atje. Kush është nga Shkupi pyet hoxhallarët e Shkupit, kush është nga vendet e tjera pyet hoxhallarët e vendeve të tjera. Kjo është më e mira, më e sakta. Gjatë ditës që jam agjërueshëm, kam tension shumë, a lejohet me fut një adelat poshtë gjuhës? Lejohet. Sepse nuk është e ushqyeshme. Pra është diçka që tretet nën gjuhë, edhe e thith trupi dhe nuk prishet agjërimi në këtë rast. Në mendimin më të saktë të dietarëve, se mund të ketë në një mendim tjetër. Kam një biznes vogël i cili nuk po më ecën dhe u bë disa ditë që po i këndoj disa sure dhe e spërkas.
kur e bëj këtë punë, ndryshon situata. Mirë po më tha dikush që nuk bën. Vazhdo të përderisa të ka dhënë efekt, je në rregull. S'përkate, je mirë, je okay. Se me të vërtet mund të jetë çështje mësyshi ose e përfolme. Kam një muaj që nuk kam kontakt me nusen, ajo është ftohur shumë nga mua, nga unë pra. Atë nuk mund ta sjell aty vetëm, të vi unë, apo të sjell një foto, apo ndonjë plaçk të nuses. Larg këtyne që ju kërkojnë foto apo rroba të njerëzve që s'pranojnë më shku më unë kënu. Pra është një person i cili është i smur nga barku. Dhe shkoti ke doktori dhe thonë, gjo, e kam vllajën smur nga barku. Doktori çfarë thotë, t'jep ilaçin? Jo thotë, sille këtu ta shohim, ti bëjmë analizat, apo jo? E njëjta gjë është edhe kjo punë. Ty të shftov gruaja, nuk ta ngrof dot hoxha duke i pa fotografinë, as duke i pa rrobat. As duke i pa emrin mbi emrin, po si ta ngrof? Çoje, shko bashkë me nusën ke hoxha, t'ju knoj të dyve, e inshallah ngrofeni të dy. Po jo fotografia apo rrobat. Nëse ekziston një hoxh që thotë sill fotografinë ose rrobat, ky është argument se ndaj këtij hoxhe duhet me nejt një kontinent larg. Jo 10 metra larg, po një kontinent larg se ti bjerë gjin me DHL. Ora, pse jam shbo kaq shumë pyetje për unazat, prap pyetje për unazat. A kam të ndaluar mbajtjen e unazave në 3 gishtat e parë? Jo më vlla, unaza vehet këtu ose këtu. Pastaj natyrën e mashkullit nuk është më i mush durt me unazën. Edhe ku nga krau tjetër. Zakonisht unazat mahen knej. Jo knej. Ndërsa për gishtin tregus ka ndales. Për gishtin tregus ka ndales. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të mbahet unaza në gishtin tregus. Pa e kena bërë disa herë këtë mesele, por nuk e di pse është përsërit prapë. Që syni i mocës sa është i keq. Domethënë kur çet moca, domethënë ka rrezik të syni i mocës, dhe kur çet domethënë kur hap buk ose kur hap ushqim domethënë që të kap syni i mocës. Pra para kom gjuh. A dini gjë për këtë vëlla, thonë shumë. Ore selam aleikum, si të ka vllai, çfarë bëhet me gjë? Më tha njëri syni i mocës. Ai Syni i mocës sa është i keq. Domethënë kur çet moca, ka rrezik të syni i mocës, dhe kur çet domethënë kur Ore, selam aleikum, si të ka vllai, çfarë bëhet me gjë? Më tha njëri që syni i mocës sa është i keq. Domethënë kur çet moca, domethënë ka rrezik të syni i mocës, dhe kur çet domethënë kur hap buk ose kur ha ushqim domethënë që të kap syni i mocës. Për herë parë kom gjuh. A dini gjë për këtë vëlla, zoti shpëlbej. Mu më pëlqejnë këto muhabetet, se ka ca muhabete që janë deri diku, ka ca të vërteta mrena, po ka edhe egzagjerime. Ke parasysh ca të vërteta dhe ca egzagjerime. Për shembull thotë ai, po e knove këtë sure do të faktikisht çdo sure Kurani e bën atë punë. Mirë pa që të mori klikimet e që ti vin lek, ke llogaria, thotë këtë sure, ndërkohë që çdo sure Kurani bën mrekullia, kupton? Surja e mrekullive, thotë që kjo, ndërkohë që çdo sure mrekullisht, nëse shikimi i macës apo syni i macës nuk ka, por kanë thonë, kur njeriu ka kafshë në shtëpi, siç është puna e macës, dhe ushqehet, është mirë ta ushqej, sepse mundet që kafshat marrin mësysh njeriu. I ndezet dhe asaj, si më thonë, ajo urrejtja, edhe mund ta godasë njeriu. Sheh Khalidi e thoshte këtë gjë. Profesor Khalidi e thoshte këtë gjë që mund të ndodhi. Për këtë arsye është mirë që kur ushqehet njeriu dhe ka maca aty drejtë ti hedhë diçka. Në këtë kuptim po. Po jo sy i macës me kuptimin po të pa macja kështu të merr mësysh. Djali im fal 5 vakte dhe kur vjen nga xhamia nxehet për gjëra të vogla dhe vetëm më urdhëron. Dua tavllën, dua paketën. Ky e pas ka kuptuar mirë xhamin. Ky që ka
specie në zhdukje dhe specie e rallë. Xhamia thot puthi dorën nonës, babës. Xhamia thot mos I thuj as kurse ky thot bjerë tavlën, edhe çfarë tavlën? Ti e mund nona këti ja thyn kokë, tavlën do t'i merr. Dash ka tavlën ky për nonës. Dash edhe dohonin. Kështu që mos e mësoni çunin kështu, edhe thuj që ka thonë hoxha, që xhamia nuk I mëson njerëzit kështu. Xhamia nuk I mëson njerëzit kështu. Ja pra, ky është një shembull se si njerëzit mund të marrin imazhin e keq prej për xhamin për shkak të disa frekuentuesve të tillë të cilët vinë në xhami po akoma nuk kanë bërë pastrimin e duhur. A ban me qit drek, pra me gatu, kur vdes dikush mas varrimit. Nuk është kjo në traditën islame, as nuk është kjo porosi, madje thot e konsideronim shtrimin e drekës, pra shtrimin e kostis mbas vdekjes së dikujt, njësoj si e qara për të vdekurin. Përjashtohet rasti kur dikush tjetër shtron dhe nuk shtron I Zoti I shtëpisë. Është çështje tjetër pastaj. Ose mund shtrohet për njerëz që kanë ardhur nga larg për shembull, që s'kan ku të hajnë etj, okay. Por që të shtrohet siç është tradita, kjo është e ndaluar në Islam. Jam e martuar, thot, me 3 fëmijë dhe jam duke prit fëmijën e 4, jetoj me vjerrin dhe kunatën e smur. A bën që t'i kërkoj burrit të dalë në shtëpi në vete? Nëse ato kërkojnë shërbim prej teje dhe ti s'mundesh dhe kjo të çon konflikte, po. A mund qoftë ato s'kërkojnë shërbim prej teje, ti je në punë tate në sap tate, ato janë në punë vetë në sap vetë, atëherë s'kapse. A është njësoj si me dëgju rukjet në telefon apo më mirë tek hoxha? Jo, nuk është njësoj. Sepse rukja mund të jetë marr pjesë I ka bashkuar ai edhe kurse kur kënohet është muhabet tjetër, sepse është me ndjeshmëri, është njësoj si kur thash moll edhe thash komposto molle. Njësoj, kështu është. Pa ti kupton që I do hongër moll, po s'ka lidhje me mollën. Kështu është edhe puna e rukjeve kështu me të ngjume. Çfarë mëkati është nëse njeriu beson në këto besytnit e përhapura në popull? Këto besytnit mund ta nxjerrin njeriu nga feja, Zoti na ruaj. Këto besytnit mund ta nxjerrin njeriu krejtësisht nga feja, Allahu na ruaj. Për këtë arsye, sa herë që hasim në diçka, duhet pyesim, ku? Kush e ka thënë? A ekziston kjo në Kur'an? A e ka thënë këtë profeti alayhi salatu wasalam? Nëse nuk është dhe nëse nuk ekziston, larg budallëve. Doja të pyesja për vajin e kënduar, më kanë thënë që të lyej trupin për 15 ditë. Atë vaj që ngel, a mund ta pi çdo ditë nga pak më pas, apo të vazhdoj prapë lyerjen e trupit? Lyerja e trupit me vaj ullirit të kënduar nuk bën asnjë lloj dëmi, nuk bën asnjëherë keq. Mirë bën se kur të lyesh gjithë vitin. Nuk përbën asnjë lloj problemi. Po a mund ta pish atë vajin e kënduar? Mund ta pish. A mund ta gatuash atë vajin e kënduar? Mund ta gatuash. A mund të japësh të tjerëve? Mund të japësh të tjerëve, s'ka lidhje. Ai vetëm mirë bën sepse është vaj I kënduar. Kam dëgjuar një ditë që flisje për atë motorën e cila fërkonte mitrën. Kam dëgjuar se ka disa që fërkojnë dhe rrotullojnë kërthizën. A është kjo pranueshme sipas Islamit, është punë gjindësh? Jo më vëlla, ekziston. Është mjekësi alternativë e trashëguar brez mas brezi dhe ka njerëz që ja thon shumë mirë. Madje edhe ata vëllezër apo motra që merren me hixhame ja thon shumë mirë. Sepse mundet me hixhamen që është thith, barkun e lyer me vaj dhe hixhamen e thithur
me rrotullim mund të afrohet. Është e thjesht fare, po ka njerëz që janë shumë specialistë për këtë punë. Ka njerëz që janë shumë specialistë për këtë punë, prej vëllezërve dhe prej motrave. Unë kam një rast të asaj motrës e cila merret me fërkimin e mitrave, ajo po më thoshte për një rast epilepsi prej kërthinjës. Epilepsi. Pra kishte shku situata e njërit bite në epilepsi dhe problemi kishte qenë te kërthinjza. Dhe normalisht në mjekësinë, le të themi, në mjekësinë moderne apo në mjekësinë që ne jetojmë për momentin, pse ekziston fare kjo kërthinjza është siç themi në larg budallëve, thonë ata. Po faktikisht është dhe ekziston. Dhe e kemi provuar vetë, apo e kemi parë ke fëmijët tonë. Unë kam provu për shembull ke fëmijët e mi, unë nuk marr vesh, po me trafme, ka pas mësuar vëlla musliman, me trafme. Thotë po qëse nuk i rref, do thotë se i ka rënë. E kam marrë fëmin tim, e kam vu në pren, e kam mbledh gjunjt, e kam vu dorën strifte. E kam mbajt ashtu, derisa filloi të rrafi. S'kam dhimbje më tha fëmia. Pra nuk është kjo as besytni, as punë xhinsh, as punë shejtansh. Kjo është diçka që ka qenë bërë më përpara, e bëhet edhe ka njerëz që ja thon shumë mirë. Pra nuk është punë xhinsh, është okay. Thot njëri në një pyetje thot kjo fetvaja jote thot do ta dëgjojmë tani, është keq kuptuar, ka nevojë për sqarim, ta dëgjojmë fetvan. Ndërsa ajo nën që aborton, ringjallet bashkë me fëmijën që ka abortu, dhe e tërheq fëmija për zorrësh në xhenet. Pra e ka sigur xhenet. Ky është kuptimi, se ti kur thot si e tërheq për zorrësh, i kthejnë zorët, ja, për qëllime që e ka sigur xhenet. Dikush thot, ti këtu ke thonë aborti, po nuk bëhet fjalë këtu për abortin e bërë vetë qëllimisht. Pyetja ka qenë, fëmia i abortuar natyrshëm, pra nga Zoti, a e merr prindin në xhenet si fëmia i vogël? Po. Ndërsa aborti i bërë me qëllim nga nëna nuk e merr fëmin në xhenet. Përkundër e nën do të dënohet. Përveç se nëse pendohet, u penduaj, tha o Zot më fal, kom bërë gjinof, u pendu me saj dhe Allahut, inshallah e kap. I pranohet pendimi. Pra, ajo që ne kemi thënë bëhet fjalë për abortet e natyrshme, për abortet që bëhen prej Allahut. Ama abortet e bëra nga njeriu, e bën abort edhe ta tërheqin në xhenet. Se i puna atij që tha, po të vras ty, tha, dhe ti shko dëshmor. E kur shkosh ti dëshmor, tha, merr dhe mua në xhenet, se dëshmori ka drejt me 372. Ky quhet ekuacioni i djallit, ekuacioni i shejtanit. S'ka gjë, nëse i ka bë abortet dhe më vonë bëhet muslimane, fshihet çdo gjë. Inshallah. Po, ndërmjetëson fëmia për të. Ka ardhur një pyetje interesante, thot, pse feja dhe shpallja e Zotit nuk kanë ardhur që në Paleodit. A, kështu është? Pra, nëse shkenca na thotë se ka pas dinosaur, atëherë thotë si ka mundësi që në ato kohë nuk ka pas udhëzim. Kush tha burr? Nëse ka pas njerëz në atë kohë, ka pas dhe udhëzim, profet. Për këtë arsye tha Zoti, rusulan qad qasasna alejk wa rusulan lam naqsushum alejk. Për disa profetë të kemi treguar dhe për shumë të tjerë nuk të kemi treguar. Pasa kjo historia e njerëzve të mëdhenj, ne e kemi, a themi ne që Ademi a.s. ka qenë i gjatë 60 kut. 60 kut i bjerë afërsisht 25-30 metra i gjatë.
Po, t'ishte delja, në kohën e Ademit, sa delja jonë, i bide me qenë sa i qofte. Kështu që edhe delet për Ademin a.s. kanë qenë përshtatshme për të. Edhe bota ka qenë e përshtatshme, edhe bota bimore dhe bota shtazore. E përshtatshme. Kështu që ne nuk kemi probleme të kjo pjesë, fare. Të merresh me kriptovaluta, pra të investosh në Bitcoin apo në Forex, pra në tregje këmbimi, tani ka dallim. Ta punosh vetë dhe ta fusësh në këto tregjet e këmbimit siç është Forexi. Forexi është haram, i ndaluar në Islam. Këto bursat dhe kompanitë e bursave që të marrin telefon, haram. Ama nëse ti parën tate e kthen Bitcoin apo në kriptovalutë dhe pastaj atë e thyn dhe shfrytëzon tregun siç bën me euron, me dollarin, me lekun, është halal, nuk ka asnjë problemi. A lejo të punoj në një pizzeri ku janë halal produktet, po shesin dhe alkool. Unë s'kam punë me alkoolin, kam punë vetëm me pizzerin. Varet nga gjendja e personit. Nëse i ka hallet e atilla që i duhet kjo lloj pune, s'ka gjë. Ama nëse nuk është aq keq dhe mund gjej diçka tjetër, atëherë më mirë të presi diçka që mos ketë fare lidhje me alkoolin. Ama nëse e ka situatën atillë që duhet të punoj, nuk ka problem, sepse ky nuk ka punë drejt për drejt me alkoolin. A lejohet që të bëhet betim mbi Kur'an dhe nëse e prish betimin çfarë ndodh? Nuk lejohet që njeriu ta thyj betimin në asnjë mënyrë. Ndërsa betimi mbi Kur'an lejohet si një formë për të ndërgjegjësuar njeriu që betohet. Për këtë arsye kam pas thonë në për librat e gjykatës islame, dhe i thuhet personit kur betohet thot për ditë xhumaje. Dhe betohet në kohën mas ikindis. Pse? Për t'i dhonë në rëndësi situatës. Dhe më përpara, moçmit, kur bëhet fjalë për gjak, kur bëhet fjalë për vjedhje, kur bëhet fjalë për imoralitet, e thirrnin personin tek i cili kishte shenja që të betohej. Mirë, po betimi i thjesht nuk e vend tjetrin pozit dhe nuk e ndërgjegjëson. Çfarë thoshin veje dorën mbi Kur'an? Betohem në Kur'an, ose betohem mbi Kur'an, ose betohem për këtë Kur'an. Betimi është i saktë, sepse Kur'ani është fjala e Allahut. Betimi është i saktë dhe Kur'ani është fjala e Allahut. Thyrja e betimit, si me dorën mbi Kur'an, si dorën poshtë Kur'anit, si dorën anash Kur'anit, si pa vu dorë fare në Kur'an, dhe ti betohesh rrënjshëm, do ta japi efektin. Nuk ka dyshim që do ta japi efektin. Borri më ka bërë aksident për 2 javësh dhe nuk më flet fare, si të veproj? Çoje në spital, mos e marrë shtëpia. Çoje ke spitali. Ato e shohin dhe inshallah e sjellin terezi. Kam blet një imbis për një gjermanit. Ç'është është imbisi? Jo iblis, imbis. Kam bletot një imbis për një gjermanit, por në lokal ka pas dhe alkohol. Do t'jetë në lokal besoj, ja? Po, por në lokal ka pas dhe alkohol. E kam hekur, por karri vrast janë prej deri kam provu me i hek, për mështerit i kanë kret gjerman. Si va kam hekur, nuk vinë ma. Po mirë, por mos vinë. Le të vinë shqiptarët, inshallah. Pa që kanë ca pije, karri, varst, gjon, thot që kur i kam heq mështerit e lokalit, nuk vinë ma. Khair, inshallah. Rizq al Allah. Furnizimi është ndorë të Allahu. Ka thonë Zoti Xhella Xhelalu në Kur'an, wa men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush i friksohet Zotit, do t'i japi Zoti rrugëzgjidhje. Wa men yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Kush i friksohet Zotit, do t'i lehtësojë Zoti. Kështu që
më mirë që i ke heq, Allahu ta shpërbleft, tani duro. Sa është lehtë me i heq edhe mos provu. A mund të shpjegoni pak rreth ajetit që flet për detin që nuk përzihet, që thuhet se njëri është i pishëm dhe tjetri është i mjelm. Shif ku bjer lumi në det. Shif aty ku bie lumi në det, edhe ta kuptosh ajetin e Kuranit. Vajza ime ka panik, çka të bëj, ka frikë se po vdes. Është në ëndër a fryn hoxh përmes telefonit? Jo, unë nuk frym përmes telefonit, as pa telefon, hiç, nuk merrem fare me të fryme, e rëndësishme, ka panik, të filloj namazin. Kjo është e para. Të filloj namazin. E dyta, gjejnë ai hoxh tamam adap atje ku jeton, që ta knoj, ta yshti, duke qenë dhe ju prezent. Thot, nëse vdes një person i gjakut apo i familjes, a është e lejueshme të bëjmë dush në ditën që varroset? Se këtu tek ne thonë që në atë ditë nuk bën të lahet kur varroset një i afërm. Muhabete ferrash. Muhabete që s'kan lidhje me fenë e Zotit, a është tamam larg atyne që janë shtu shumë. A duhet ne t'i besojmë shenjat e horoskopit? Nëse i beson del nga Islami, bësh i pa fe. Ne nuk mohojmë ysit, pra këto dashin nga shenjat që formohen nga hyjet, këte ne nuk e mohojmë, por ne mohojmë që yjet apo planetet ke ndikim në jetën tonë, apo të na diktojnë fatin dhe jetën tonë. Në momentin që ne e besojmë këtë gjë, dalim nga Islami. Në momentin që ne e shohim për kuriozitet, kot me kot atë gjë që thot, që budalli që thot, horoskopi sot, 40 ditë s'pranohet namazi. A e fal Allahu zinan pasi jemi penduar sinqerisht, dhe se kur nuk do të themi më në atë gabim. Po, inshallah, e fal. Jo vetëm zinan, por çdo lloj mëkati që mund bëjë njeriu, nëse njeriu pendohet me sinqeritet, Allahu e fal. A quhet gusli nëse nuk themi bismillah? Po bismillah nuk më thush në banjo. Thu bismillah me men. Po nëse nuk thu, gusli është i sakt. Gusli është i sakt. Nëna ime është e re në namaz dhe i kam dhënë atë flet palosin në namazit, ta lexoj se nuk mban mend. A lejo ti thot shqip derisa ti lexoj tamam? Jo, do të lexoj aq sa të mundet. Nëse s'ka mundësi, thot subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Derisa ti mësoj. A është i sakt mendimi që sekrecionet normale që vinë gjatë ditës e prishin abdesin dhe që gjithmonë duhet me marr abdes? Jo, s'është e sakt. Sekrecionet e bardha që i vinë femrës natyrshëm gjatë ditës nuk e prishin abdesin e saj. Nuk e prishin abdesin e saj, sepse nuk janë urin, jashtëqitje. Janë sekrecione të cilat nuk prishin abdes. S'ka nevojë me përsërit abdes. Kur jemi në udhëtim dhe dreka na zen në shtëpi dhe e falim drekën dhe pastaj dalim për udhëtim, a shkurtohet ikindia apo falet e plot? Jo, aty ti nuk mund ta falësh ikindin. Përderisa s'ka nis udhëtimi, nuk mund ta falësh ikindin. Ka një mendim, por nuk është i saktë. Kështu që lehtësimet e udhëtarit fillojnë kur fillon udhëtimi. Lehtësimet e udhëtarit fillojnë kur fillon udhëtimi, jo duke qenë ti në shtëpi ose në qytet. Kur del, atëherë lejohet me i shkurtu dhe me i bashku. Edhe pse je në një zonë që s'ka fillu akoma udhëtimi. Për shembull, unë jam nis me shku në Shkodër, për shembull, dhe u thirr ezani drekës. A mundem unë tani në Tiranë ta bashkoj me ikindin? Themi jo, pse s'kam filluar procedurën. Am nëse unë do të shkoj në Shkodër dhe u thirr ezani drekës, do se fal drekën këtu, po kur dal nga ndërtesat e Tiranës, për shembull le të themi kur kaloj Kamzën ose kur kaloj ku e di unë, këtë QTU-n,
hapa kraun aty dhe fala drekën 2 rekat i kindin 2 rekat. Lejohet? Lejohet. Pse se ka nisur udhëtimi. Dhe unë dola nga qyteti, jam në rregull. Ama jo duke qenë në qytet. Baba jem ka ngull këm pas ka dëgju moti që në haxh nuk mundet me shku një prind përderisa nuk i marton gjithë fëmijët e tij. Jo, s'është e saktë. Njeriu obligohet me shku në haxh në momentin që ka shnetin dhe ekonominë. Dhe me ekonomi çfarë kuptohet? Ekonominë pra sa i nevojitet në haxh dhe ekonominë sa të jetoj familja e tij në mungesë të tij. Për shembull, në shifra aktuale, është një njeri që ka 10.000 euro të kursyera në shtëpi. Sa shkon haxhi këtë vit? 6.200. Ky do të mungoj 20 ditë nga shtëpia. Sa i duhet aty në 1.000 euro? Sa u bon? 7.200. Po sa i duhet aty andej? Themi edhe 1.000 euro tjera. Sa shkoj? 8.200. Këtij njeriu i obligohet me bë haxhin. Po s'ka bë shtëpi, s'ka martu kalem. Ora, ne po flasim sheriati. Këtij njeriu i obligon haxhin. Ky inshallah le të martoj gjithë dynjon, ti mori me radhë. Ti martoj me komshie, me të afër, me Tiranën gjithë. Feja e Zotit thot, nëse ke shnetin, 1, nëse ke shpenzimin e haxhit, 2, nëse ke sa i duhet familjes tate në mungesën tënde, jo për i vit, në mungesën tënde, 2 javoshe apo 3 javoshe, obligohet haxhi. Mbaroi historia. Ka thënë Zoti në Kur'an, men istata'a ilayhi sabila. Kush e ka mundësinë? Çdo thot fjala mundësi shëndetësore, ekonomike që i nevojitet atje dhe që i nevojitet familjes në mungesë të tij. Në vendin ku unë jetoj, pra në një fshat të Kosovës, një zonjë, nuk e di a është Hoxhenica apo jo, është e mbuluar me havale. Havale këto i thon me shami. Dhe ta ajo shkoj njerëz për që si problemet ndryshme, pra për problemet ndryshme. Ka një libër para vetit, të cilit i hapen fletat kur ajo ndëgjon njerëzit. Të premteve nuk punon. Qera shenjtore. Po ashtu kur është me cikël nuk punon. Po si jo, tamam, danoqe. Mirë që u tregoka njerëzve, u tregoka. Si u kënoj do të se jam me ato, që e ka e neshme kështu. Gjithashtu kur falet dreka nuk punon. Pa. Dhe aty ku presin gratë në korridor, kupton të shko ka njerëzit në rallë, o vlajmë, që janë njerëzit, o vlajmë. Që janë njerëzit dele, pasha Allah. Aty ku gratë rinë në korridor, e lëshon ilahi me zët lartë. Dhe kur e kanë pyet se si funksionon kjo, ka thonë ka qenë e smur në prag të vdekjes. Dhe tani pas ka ardhur dikush prej Zotit që i ka thonë nëse shërohesh ti do t'i përkushtohesh kësaj pune. Me shku ke kjo është njësoj se ku me shku tek një aktor filmash. Kjo është bashkëpunëtore me xhin. Pra e kanë zaptuar xhindët, e kanë smur, dhe kjo ka menu se po i del shpirti apo po vdes, dhe i kanë thonë ato ne të lëshojmë e do të bëhesh mirë, por ti do të fillosh të shërosh njerëzit. Dhe kjo tani për ta bërë skemën sa më korrekte, kur është fakti drekës nuk punon, kur është me ato të vetat nuk punon, kur ishte koha tjetër? Për xhuma nuk punonte. Kështu që larg kësaj dhe mundësisht na jepni emrin dhe emrin e fshatit që ta telendisim, ta nxjerrim këtu në televizor. Me shami e ke parasysh, tamam me nenit, me ta fut nenin tamam me fjalë. Që kur ta hajsh me lezet, pa e njëç, me mpirje anash. Baba im jeton në një tokë 500 metra katror që e ka bler, që
që e ka bler xhaxha im, dhe kur e ka bler, i ka thënë babaj që ta kam falur, për shkak se babaj im ka mbajtur për shumë kohë fëmijët e xhaxhait kur ai nuk ka qenë në Shqipëri dhe jetonte në Itali. Ky muhabet para 20 vitesh. Tani xhaxhai kërkon tokën mbrapsh. Babai ka kthy gjysmën e tokës. Ai thot ma kthe të gjithën. Mos ja kthej fare hiç. Përdesa ka dhënë tokën, mbaroi historia. Edhe atë 250-shën po pati mundësi me e kthy mbrapsh ta kthej. Përdesa ja ka dhënë, mbaroi historia. Ja po kujtohet mirë që s'u kujtu xhaja mas 300 vjeç. Mirë që s'u kujtu xhaja në varr. Nga varri në varr. Ha më çka kepi çik tokën. Ka njerëz që zbohen. Kam 10 ditë përshkruar nga muaji Ramazani, tani jam në muajin e 7 të shtatzanis, mashallah. A më lejohet që ti mbaj këto ditë apo duhet bëj kompensim ushqimor? Nëse ke mundësi me i majt, mbaj. Nëse s'ke mundësi, agjëro më vonë. Ke kohë sa dush, jeta inshallah është e gjatë. Stresit zero. Po mirë, nëse vdes për shembull kjo. I shoqi i saj, vllai i saj, babai i saj, kushdo qoftë, pagun. Në këtë rast paguhet. Ato ditë që si ka shly dot. Bile dhe se ka për obligim fare. Se s'ka pas mundësi dhe mbaroi historia. A mundemi me çorape normale të marrim mes pra të fërkojmë këmbët nga sipër? Po, pa merak fare. Kena thonë këtë punë ka 20, ka 30 vjet, se kena ndryshu fetvan. Je në rregull. Kam një dyqan timin dhe jap me qera. Ma kanë kërkuar për qera disa që besojnë tek Jehovai, dëshmitarët e Jehovait. Jo, nuk lejohet mua dhon. Dëshmitarëve të Jehovait nuk lejohet mua dhon. Për shumë arsye. Për shumë arsye. Shirku, idhujtaria, etj, plus që i çojnë njerëzit në vetvrasje. Pra, nuk lejohet, absolutisht. Pa vetdije lava duart me sapun pas gjendjes së ihramit. Mirë pa akoma nuk e kam bërë umren. A ka ndonjë problem? Çfarë të bëj? Asgjë, stresit zero. Lejohet njeriu që është në ihram, edhe pse ka hyrë në ihram, përdori sapun me erë, nuk ka problem, edhe shampo me erë, s'ka problem. Sepse sheriati, feja ka ndalu parfumin. Ke pati në i që do mu parfumos i fut i të lame me shampo? Jo, po pse? E lame me shampo nuk t'jep kënaqësinë e parfumosis, as nuk e bën punën e parfumosis. Është dikush që do me u lënë me parfum fytyrë, ke pati që t'laj duart me sapun me erë edhe pastaj të fërkoj fytyrën? Jo. Pra nuk është parfum. Po ka ca vëllezër që e rëndojnë shumë këtë pjesë. I morëm qafu mrexhit. Zbon, po pse valla zbon? Jo po se parfum, po nuk është parfum valla. Sapuni nuk është parfum, shampoja nuk është parfum. Antidjersa, s'është parfum. Vazelina mes shalve, ato trupat e shnosh për shembull. S'është parfum, por s'na çmenën. S'ka asnjë problemi fare, hiç përdori, stresit zero. Jam në Mekë gjatë umrës kam bërë një gabim, te ato dritat e gjelbërta në vend që të bëj 7 rrotullime, kam bërë më shumë rrotullime. Ora më pak mos kesh bërë, po më shumë. Inshallah, s'ka problem. Ke bë më shumë, mos e vrit mendjen. Në një biznes është e lejuar të vendosen dritat si dekorim me rastin e festave, ne muslimanët jo. Nuk kanë festat tona. Isha te kunata që është pra motra e burrit tim, sepse i kishte vdek kunati. Kunatës i ka vdek kunati. Vllai i burrit, po nejse. Isha te kunata, pra te motra e burrit se i kishte vdekur kunati. Amon ma përkthej çikte. Isha te kunata që është motra e burrit, Ed. Isha te kunata që është motra e burrit, sepse i kishte vdekur kunati, thotë burr. Po edhe kjo ka.
Apo këse ka gjë? Nejse. Qetësi. Nejse. Isha te kunata që është motra e burrit sepse i kishte vdek kunati, po ishte ditë e hënë dhe ajo më tha që jo, nuk presim njerëz për ditë hënë. Ej, zot. Na lodhi i gjysore për i budallallik. Se ekziston kjo në Islam. Kjo gjë në Islam nuk ekziston. Jam një grua martuar dhe jetoj në Gjermani, kam burrin prej Kosovës, ai troj burri. Ja kam bo letër dhe burrin filloi me një shoqëri të keqe dhe e kam zonë me drogë në xhep. Ja kam fal se kemi dhe një djalë. Ai nuk e përdor, më u hek për asaj shoqërie, i fal 5 kohë namaz. A kam gjuna që e kam fal? Jo, më shumë mirë ke bërë që e ke fal, Allahu ta shpërbleft. Shumë mirë, Allahu ta shpërbleft. Po duhet me fal, patjetër duhet me fal se njerëz jemi gabojmë. Shumë mirë ke bërë që e ke fal. Edhe atë Allahu është shpërbleft që është pendu e që është larguar asaj shoqërie, Zoti ju dhon jetë të lumtur. Jetoj në Greqi dhe vetë në xhami këtu në Athinë. Mashallah. Po shqiptar s'kam parë të vinë. Po pse më vëllezër tot, greku s'u ndalon fen. Mashallah, Allah të shpërbleft, ketë drejt vëlla. Se ndalon greku fen. Kush do më shku në xhami shkon, që vllai. Kush do më shku në xhami shkon. Hiqeni atë frikën që keni shqiptarët e Shqipërisë në Greqi. Atë frikën e po greku, e po emri. Ka nikë më ato kohë. Ktheu në Zotit, ktheu në namazit, ktheu në xhamis. Ju keni ikë për hall dhe për siklet, siç kanë ikë shumë shqiptarë dhe po ikin. Po kjo s'do të thotë që duhet me tradhtu fen dhe besimin. Kjo s'do të thotë që s'duhet me u falë, me shku në xhami. Elhamdulillah, po të shkruani aty xhami afër meje, t'i jepen kush e di sa xhamia. Ose futu tek programi islamicfinder.org, edhe t'i jep gjitha xhamiat që janë. Kështu që në çdo vend ka xhami, elhamdulillah. Kështu që Zoti shpërbleft këtë vllajin për këtë këshillën që ka dhënë. Unë kam qenë beqar, s'kam qenë kurrë as i fejum, as i martuar. Gruas time, i ka vdek burri dhe jemi martuar. Çfarë përgjigjen e për këtë rast? U trashëgofshin. Hallalli i qoftë. Mirë, shumë mirë. Çfarë problemi ka? Ti s'ke qenë asnjëherë, ajo ka qenë e martuar. E rëndësishme, ju jeni bashku tani. Zoti ja boft marr. Barakallahu lakum wa baraka aleikum wa jama bainakum fi khair. Allahu begatoft, Allahu lumtroft, qofshi bashkë në këtë botë dhe botën tjetër. Amin. Tjetri. Nëse bëjmë dhikr veç me gojë, pa përqendrim, në llogaritet, inshallah po. Inshallah po. Sa dhikri është disa llojesh. Dhikr duke e ni, edhe dhikr pa e ni fort, po nuk ka problem. Plotsoje. Plotson numrin. A bën me fal Yasin mas 12? A bën me fal Yasin, namaz dhe Yasin, thashë po thot surën Yasin. A bën me fal Yasin, pra namaz dhe Yasin, mas orës 12 natës. Lejohet, s'ka problem. Namazi i Yasis ka 3 situata. Namazi i Yasis në kohën e tij më të mirë dhe më të pëlqyer deri në gjysmë të natës. Namazi i Yasis në kohën e tij të nevojshme nga gjysma e natës deri në 1/3 të fundit të natës. Dhe namazi i Yasis për hall dhe për nevojë nga 1/3 e fundit të natës deri në ezan të sabahut. Kjo është koha e Yasis. Pa Yasia ndryshe nga vaktet e tjera e ka të ndamë në tresh atë. Ka një mendim që thot deri në 12 natës, ka një mendim që thot deri në gjysmë të natës, ka një mendim që thot njësoj është deri në sabah, po unë mendoj që më e qelluar është kjo lloj ndarje, sepse kjo lloj ndarje i bashkon të gjitha argumentat. A mundë me marrë avdes me grimim? Jo, sepse grimimi është stres, dhe uji duhet të bërtojnë në lëkurë dhe jo në pluhur. Kështu që jo, zbon, duhet pastru grimimi, pastaj duhet marrë abdesi. Një udhëtar që i bashkon namazet dhe në kohën e akşamit
Një udhëtar që i bashkon namazet në kohën e akşamit, i falë si akşam dhe yacin, a mund filloj aty pastaj namazin e natës? Po. Vitrin, po. Përderisa ky fali farzin, të shpyt moti për sunet e për vitr. Ky e ka fal farzin në akşam. Kështu që mos pyet më për sunet e për vitr, për namaz natë, i ka fillu nata këtij. Këtij i ka fillu nata. Në një video të ndën keni thënë që nuk bën me bo dhikër me aparat dhikër llogaritës. Jo, më nuk kam thonë ashtu. Nuk kam thonë ashtu. Bën me bo dhikër me aparatin e dhikrit. Bën. Po unë kam thonë me e majtë si unaz në gishtën tregues nuk bën, sepse ka hadith. Të një ai tjetër që të shef ty me atë gjën këtu, ai nuk e di ai është unaz apo është dhikër bërës, apo dhikër makinë llogaritëse dhikri. Ai thot pas ka vu filani unaz më gishtin tregues. Ha? Si unaz. Po pra, sa është si unaz nuk bën. Po fute këtu. Fute këtu. Edhe bëj këtu dhikin. Ose këtu, s'ka problem. Tu fute, nuk ka problem. S'ka problem. Këtu ka ndalesë. Po mirë, nëse njeriu e bën dhikrin me këtë dhe pastaj e heq, s'ka problem. Pra e fut atë aparatin këtu, bën dhikrin për shembull 800 herë, 1000 herë, 3000 herë, 2000 herë, edhe pastaj e heq e fut në xhep. It's okay. Very nice. A është e lejuar me fe me punu si polic? Hajde, ku shkoj e polici? Hajde se për ty e ka, Allahu t'u zoft. A lejohet me fe thot me punu si polic të Kosovës, pasë më thot Kosovës, apo ushtar, lejohet. Përderisa njeriu mund zbatoj fenë e tij dhe nuk pengohet nga zbatimi i fesë tij, lejohet. Si në Kosovë dhe në Shqipëri dhe kudo. E di që ato tekfirsat e presin këtë fjalën time. A shafiri. Lejoj me thonë që bashkëpunojnë me tagutin. Po unë jam mësuar ato, kështu që s'mbon përshtypje. Nëse jam duke falë namaz farz me imam, namaz dreke ose ikindije dhe derisa jam duke kënduar një sure pas El Fatihas në rekatën e parë të dytë dhe imami shkon në ruku, a duhet me përfundu surën? Po, përderisa imami shkon në ruku, këpute, edhe Fatiha me qenë këpute. Jo sure, po edhe El Fatiha me qenë këpute dhe shko me imamin në ruku. A mund të jepësh ndonjë informat? A mund të jepësh ndonjë informat në lidhje me formën e saktë të uljes në sejdë? Ka dy mendime, më e saktë është me dur, po nëse njeriu ka shnet apo është mësuar me gjunjë, nuk ka problem. Cilët janë 4 muajt e shenjtë? Sepse një e di që është Ramazani, po 3 tjerët e ke gabim, ja fute kot plako. Ramazani nuk është nga muajt e shenjtë. Pavarësisht në për reklama gëzuar muajin e shenjtë të Ramazanit. Po Ramazan nuk është, Ramazan është muaj i bekuar, po i bekuar, mubarek, i bekuar, po jo i shenjtë. Muajt e shenjtë janë 4, 3 radhaz dhe 1 veç. Dhulkade, Dhulhijhe, Muharrem dhe Rejab. Dhulkade, Dhulhijhe, Muharrem edhe Rejab. Kurse Ramazani nuk është. Patëm diskutu një herë për punë librash magjie, por nuk trego se i thoje ku i ke mësu këto lloj rukje që fryn, sepse ai gjithmonë kërkon emrin e nanës dhe u shmangte me buzëqeshje. Çdo rukje, se tham se vëllezërit e Kosovës, rukje gji. Çdo rukje gji që kërkon emrin e nonës, ditëlindjen, rroba, fotografi, e ku dëgjon etj, kjo është një shenjë se ky njeri nuk është ashtu siç duhet me fenë e Zotit. Mund të jetë viktim e xhinëve, mund të jetë bashkëpunëtor me xhinët, po mund të jetë dhe magjistar. Prandaj larg kësaj kategorie.
Jam në një hall të madh, jam në lidhje me një djalë shumë të mirë, por nëna nuk e do, sepse nëna del me burra të tjerë. Nëna e gënjen babën sikur jam smur nga magjia dhe del me burra të tjerë. Dhe djali që unë jam i njohur më të e din këtë gjë, dhe nëna thot, nëse e merr këtë djalë, kam me të vra. E para pyetet baba, nuk pyetet nona. E para. E dyta gjë, kjo nonë nuk pyetet fare njerë. S'ka lidhje fare. Sheriati këtë lloj nona nuk e fut mas i lloj tefteri. Përderisa del me burra dhe unë i thot babës, e kam prej magjisë, që era nona, që era Allahu mustaan. Kështu që mos e vrit mendjen, martohu me djalin që do, boj punët me babën e me djalin, nona mos e fut fare në tefter të në llogari. Allahu zoft, çfarë të mund. Falem çdo ditë në orën 4 të mjesit dhe pastaj nisem për punë. Po varet tani e ka hyrë sabahu në 4 apo jo? Nëse ka hyrë sabahu, okay, ama nëse s'ka hyrë sabahu, s'mund të falesh ti në 4. Jo, po falem 3 unë me që do udhtoj për Amerikë, po falem 3 sabahun e po iki pastaj, me që do iki në Amerikë. Çfarë lidhje ka e punë? Ik në Antarktik po deshe, në Australi. Çfarë lidhje ka? Sabahun duhet me fal kur hyn sabahu, jo më 4. Sabahun duhet me fal kur hyn sabahu. S'ka lidhje me 4-ën. Nëse hyn sabahun 3:30, falen 4. Nëse hyn sabahun 4 pa 5, falen 4. Nëse hyn sabahun 4 pa 1 minutë, falen 4. Nëse hyn sabahun 4, duhet me prit 10 minutë që ta falësh. Ja po, e ke parasysh, me që do ikim punë. Ide ka e punë. Pra puna e mesneve miçrape, duhet të jenë të trasha ato që s'e jo, më nuk ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare. Mund t'japsh mes miçrape dhe stresit zero. Depërtoj, u dukën se dukën. Do t'u jap 2 fetva interesante. Të dietarëve që i kemi parë vetë. Sheikh Abdulkader Rauti thoshte, Allah më shiroft, edhe me çorape xhami. A di ku i thon çorape xhami? Ha? Ato tollat grave, thon çorape xhami. Edhe arabë shu i thoshin, çorape xhami. Edhe mbi to thoshte Sheikh Abdulkadri, mundesh. Lej këto tjerë që thonë gjithë, me Ibn Uthejmin e me këto gjithë. Po prej çudirave është edhe Sheikh Mustafa Zarqa, spiritetarëve të mëdhenj Hanefi në Jordani. Edhe thoshte një profesor, Mundhir Qaf, po a jap me emra, me zinxhir transmetimi. Tha, e kam pyet Sheikh Mustafa Zarqa në shtëpinë e tij. I thasha, mund t'jap mes mbi këto çorape, dhe i tregova, tha, çorapet e mia të zakonshmet. Më tha, tekstualisht, po. Kështu që edhe ato që e majnë veten për Hanefi, mes mbi çorape je okay. Jam një motër muslimane praktikante, kam kohë që dua të bëj një pyetje. Një person në familje, në fis, si ta them, kur ka qenë nipi i vogël, i jepte ujin e enëve që kullojshin me e pi djali i vogël, kur mami i fëmijës e pa këtë veprim, i ka thonë, pse e çunit ujin që kullon nga enët, tha që t'i vi goja shpejt. Ke pasysh i lajnë enët, e ne i kam pas vu, si quhet ajo, sërgjen. Edhe aty ente lame pikojnë ujë. E vete tavën, ose atë tasin aty, edhe ujë që pikojte nga enët, ja rast e fëmis. Pite fëmis, o këtë ishte. Faktikisht fëmis i shione, nësë është si me kryp, si kështu. Thotë që t'i vi goja. Largë budallën i thë. Dhe i sotë. Thotë, ky fëmija tani thotë që është rritë, është 9 vjeç, thotë është shumë i shka, thotë,
Si që themi ne, thot nga Tirana, thot hyn nga dera, del nga penxherja. Hyn nga penxherja, del për derë. Nuk rrin thot i minut në vend. A mos e ka prej asaj? Ja, mos e ka prej asaj, ja. Nuk e ka prej asaj. Kam dikur 6 muaj më del gjumi gjithmonë orën 3. Allahu Akbar. Mashallah, mashallah. Evlia, evlia. Amon më qa vepret mirë, qa sekreti keti të Allahu më, që del gjumin 3. Elhamdulillah. Shumë mirë, me që del gjumin orën 3, foti i 8 rekatsh, foti i 3 zhvitër, edhe je zotni. A ka në një shpjegim thot fetarisht, do zoti fort. Mirësia Allahut. Mirësia Allahut. Del gjumin 3 ti, mashallah, te barek Allah. Si jemi me kohë? Okej. Jam, ka përmend emrin, nga, filan vend, jetoj në Itali. Jam të bo vorrin e babës, po du me e di çfarë lejohet përveç gurve si shenjë. Me e bo një bordur rreth e përqark varrit. Bordura tjetë një plom e lartë edhe i plom e gjerë. Vetëm një bordur. Asi gjatë tjetër, i gurë ke koka, i gurë ke komët, edhe je në rregull. Një shoqja ime ka qenë pas si puna këti, po vetëm se kjo nuk duhet jetë ka që më. Kjo duhet jetë e vogël, sigur. Kjo duhet jetë e vogël. Plaka me merit. Plaka është e modhe shumë. Atëherë thot, një shoqja ime ka qenë e fejuar dhe i fejuar i saj që në fillimet e para ka filluar me fyre duke e sharë nga familja dhe maltretime psikologjike dhe vajza në fjalë vendosit ndahet, por në momentin e ndarjes ish i fejuar i saj thot se më ke shkatruar jetën dhe kjo ka frikë se mos ka bërë gabim. Mirë më ka bo. Shumë mirë ka bo që ka i kishallah ju ka shkatru jo vetëm jeta, po inshallah dhe kuleta ju ka shkatru ati. Pra njëri i cili s'dit nderojë të respektoj një femër, e kur femra pastaj ndahet prej tij, ky kujtohet që ju ka shkatru jeta. Këti, u kujtu ky. Pa asaj, që është e fejume, i thonë, e fejume a filanit, që ju ka shkatru asaj? Këta quhen kandidat për të qenë njerëz. S'kan arrit nga akoma në shkallën e njeriut. Këta janë kandidat për njeri, po si ka ardhë akoma aprovimi. Çdo vit kur shkoj me pushime në vendlindje gjej hajmalin makinë, në shtrat dhe kudo. La ilaha illallah. Vendos kamera, shif kush i bon, edhe nxirri tek jeta është qef, ose tek këto portalet. S'ke rrugë tjetër, ç'a të bësh? Shejtan, bashkundojmë me shejtan, me drejqnit. Allahu na ruaj. E rëndësishme, nëse i gjen, futi në një enë me ujë të kënduar, me pak uthull, shkatroj aty mrena, thaj, digji, vej flakën dhe hajë, inshallah. Mos e vrit mendin se nuk dëmton asnjë gjë, inshallah. Si do ta bëjmë njët kur falim 2 rekatët mbas lindjes diellit? Namaz duhaje. Ky namaz është namaz duhaje. Namaz duhaje. Një familjar im merret me këmbimore, pra exchange, merret me këmbim valute. Ndërkohë që merret me biznese të tjera si ndërtime kështu me radhë. Pyetja ime është a lejohet me i dhënë atij një shumë parash që ai të punojë me këto paratë e mia të kthej mua 1% çdo muaj. Nëse përqindja është shifër fikse që ka të bëjë me atë të dhënën, quhet kamat. Nëse përqindja është e papërcaktuar, lejohet. Si për shembull, i ke dhënë ti atij 100.000 euro me t'i punu. Dhe thu, sa do të m'japësh ti? Thot ai 5% punës. Lejohet halal.
Thot ai 5% shifrës, haram. Thot ai muj për muj 5.000 euro, haram. E kuptot? Pra nëse vendoset një shifër fikse, o haram, kamat. Nëse vendoset një përqindje që ka të bëj me shifrën e dhënë, kamat. Nëse vendoset një përqindje në sajt fitimit, është halal, s'ka asnjë problemi. Po mirë, pyetje. Nëse shifra edhe kështu në përqindje në sajt fitimit mund të jetë njësoj si këto tjerat, themi këtu është halal, këtu është haram. S'ka lidhje. Jo, po mund të jetë diçka për shembull dihet që ti thuj kaq përqind. Mos thuj shifër fikse një, as përqindje që përkthehet nga shifra, po përqindje e përcaktuar nga fitimi, është halal. Si jemi me kohën? Fiks. Mashallah. Qikës, vajzës i ka vdek bori 8 vjeç, sa janë martu, verës. Deshe me ditë sa vjetë guxon qika me nejtë të familja e borit. 4 muaj e 10 ditë. Dhe merrin një gocën shtëpitë tuaj, edhe inshallah taala të shofi jetën e vet. Elhamdulillah, punë të Zotit, caktimi i Allahut, ka vdek i shoqi, Zoti më shëroft, qofti xhenet. 4 muaj e 10 ditë pret atje. Pastaj nëse ajo do me duru, se mund të ketë fëmijë, ku dëgjon etj, do me net atje, siç thon, me net atje me mbyll jetën e vet, gjë tjetër pastaj. Por me fe, 4 muaj e 10 ditë ka të drejtë televizi për shtëpinë e vet. Edhe të shofi jetën e vet. E kam djalin 20 ditësh, por duhet ndonjëherë ta lej 1 minutë ose 2 minuta vetëm dhon për të pastruar apo për të bërë punë të shtëpisë. Mirë, po më thonë që s'bën ta lej asnjë sekond vetëm derisa të mbushit 40 ditë. Pralla, me mret. Ose duhet i vendos ujë ke koka. Hiç fare s'ka lidhje, larg atyne. Larg atyne. Mirë, mjaftohemi me kaq inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka